padyshim është një nga ato nyjet e pasgjidhura të legjislacionit munguar shqiptar, legjislacionit të ri. Na duket sikur jemi një shtet i konsoliduar me eksperiencë, po duhet mos harrojmë që jemi një shtet i cili kemi vetëm 3 dekada demokraci. Kushtetuta jonë nuk i ka bërë akoma 30 vjet, edhe është kushtetutë që në shumë raste ka funksionuar dhe funksionon, po ka dhe momente si ky që flasim, që kuptohet që ka boshllëqe, të cilat do duhen zgjidhur dhe ligjvënësit duhet punojnë shumë të tepër për ta zgjidhur me ligj. Dhe mendoj që po punohet, dhe kjo jo me ekspert vetëm shqiptar, po dhe me ekspert të huaj europian. Në djenin time, Ministria e Drejtësisë Greqisë, Ministria e Drejtësisë Italisë po punojnë së bashku me ekspertët shqiptar për të bërë një ndërhyrje të plotë në legjislacionin përkatës, jo në kushtetutë, por në legjislacionin përkatës, i cili të garantojë atë që thash para pak, lirinë të funksionuarit të institucionit, jo të individit, të institucionit. Ministria është një institucion, ministri është një individ.